Shqipëria vuan për çuna të cilët duan që të ngrinë veten e vet edhe çunat e tjerë. Do me thënë, ka shumë vajza që janë për televizion edhe në media, janë pa fund në Shqipëri. Dhe i kanë të njëjtën situatë, të njëjtin profil. Kurse çuna të cilët mund të japin informacione rreth modës, mund të japin informacione rreth çfarë do lloj gjëje, njerëz të cilët lexojnë, mund të flasin për literaturën dhe për çdo gjë, nuk ka, janë shumë të paktë më saktë. Mund t'i numërosh me kishtat e dorës, thuash. Edhe plus është pjesa pasaj shumë fake, të gjë. Rrjetet sociale janë të mbushura me followersa fake, janë të mbushura me shikime fake, edhe nuk di njeriu do me thënë nëse a ja vlen vërtet që ta marrë këtë person, a do më thot diçka të vlefshme pas gjithë kësaj eksperience. Edhe mendoj që në përgjithësi shqiptarët të cilët janë të aftë, të cilët janë si thua të zgjuar edhe që mund të bëjnë shumë përpara, të gjithë kanë lëvizur tashmë. Kanë lëvizur jashtë borderave, po. E vërtet, edhe është e trisht në të njëjtën kohë gjithë kjo, se po shohim futbollistë ndryshëm të cilët nuk po luajnë më për kombëtaren. Po shikojmë njerëz të tjerë të cilët gjithë atë fuqinë e vet edhe idetë e veta i shpalosin në vende të tjera dhe po marrin merit. Nëse unë këtu në Amerikë erdha dhe po shkoj biznesmen të fuqishëm, po shikoj njerëz që kanë super restorante